Përshëndetje me të dashur. Shkojnë me vitën e radhës presidentja apo presidenti. Por unë po them presidentja sepse do zgjidhet presidentja Vjosa Osmani. Sepse e meriton. Por unë po çudit na miq me këto halet tona, gazeterit tona. Se këto gazetari nuk janë, tona janë veç gazetari s'mund me konë. Sepse që 2 muaj ditë Vjosa nuk bën me konë, jo Murati Jashari, jo Bekimi, jo Basarifat, jo baj, pse mëre burë peshtini familja Jashari. Nuk kanë ambicje familja Jashari për më bërë president. Ata nuk janë sikur jo. Me shit tokë të Kosovës për me hi më bërë kryeministër, me nëzën Karrikin apo president. Ata kanë tregu vetën. Familja Jashari e kanë tregu vetën. Mos i merrni për gojë, se nuk është mirë. Mos bëni rrana, mos bëni lavere, oj portale të ndytëra, jo gjitha, po e dini ato që do të jenë. Mos muneni me bë dikon president kur nuk don, e para. E dyta, Vjosa Osmani ka punu shumë mirë. Vjosa Osmani për njef këtë bota. Vjosa Osmani e nxjerrë Kosovën për loqe, që i patën long të atjerë. Ndash me Amerikë, ndash me Bashkimin Evropian, ndash me këtë botën. Cilin president ju ta kanë pritë ma mirë se Vjosa Osmani? A opozit? Apo jo halet e Kosovës? Pse më nuk vendosin njëherë me thonë, hej, ka dalë, bollë, kena bo që kena bo dëmë, kur dhje puna për vatan, që kjo është vatan. Presidentja është, po thëmë që kërë me kënë vatan, se nuk ka njeri ma të mirë, ma të zgjuar, edhe me dash këtë bota. Atëherë unë di pse ku keni problemin ju. Për çka më të votu? Ku për dha? Sepse nuk po shoh të arsye. Vetëm po i dham dikon, i ka rrok në smuj, ka rrika, që i me marrë një copë të nderë me arda të e me dalë me bone për botë të nderë në kryet presidencës, me njëftu njerës. Asë një nuk keni, asë Ramushi konë. E dim se që është Ramushi për president ose për kryeministër. Do të pas shkollë të kryne për president. Më fani. Se ty të patë thonë Demir Basha që mas pare duhet me kry shkollë tani marë politikë. Kurse ai tha mas pare ku kry shkollën tani më politikë. Nëse ke harru për të rekujtoj. Të tërkush, Hikmet e Bajrami, e se bëzuni portalit tona, halet tona, Hikmet e Bajrami, tha. Së dhe posh në shkrim, dikush i thonë, ajo Shqipi Pantina më doket, Lutfi Haziri. Jënë ka bojnë me president, sikur me konë një farë profesori, sikur me konë një farë portieri, apo një farë frizera. Ja, bon këto. Apo nuk përja këqyrin karrierën politike, nuk përja këqyrin historinë, nuk përja këqyrin se qëfar diturie ka këtu. Do me bojnë Hikmet e Bajramin, që theke, unë s'kam problem me lisën sërbe. Apo do një me bo Lutfi Hazirin, që theke të të me adhonë Sërbis, 17 fshatra me Leposavicin. Këto do një me bo? Këto do një me votua? Apo Xhavet Halitin? Toni kem 4 milion, ma që ja. I ki. A i të kësë i ki, të kësë i ki. Sa i mësu për 3 milion se shukri që për to. 3 milion për to, si këtë për mund që tash 300 euro. Apo Vedri Homzen. Grojsa, 1 metër dru. Që tërkon konë. Kështu që mishë të dashër për pos Vjosës në Kosovë, president më mirë nuk ka.
Edhe pa tjetër që Vjosa do bëhet president. Dashten apo s'dashen opozita. Se s'kanë qare për votu. Në atë kuptimin e mirë me qare, jo kështu, për në atë kuptimin e mirë, sepse e dinë edhe ta vetë, nëse dështojnë se votojnë, e dinë ku kanë venë. Kështu që në këtë kuptim po thonë, që është ma mirë me votu, mu bo bashkë, kur vje puna për Kosovë, lëni i natët, se i nati nuk son kërkun. I nati qëtë në problem. Këtë fjale kam prej Rametlis. Djali jam dhe ke nati nuk bjen kur gjë. Vetëm për probleme. Dhe shumë e vërtet. Ju keni pasi nati me 20 vjetor. Besoj që keni marrë mësim, sepse populli jam ka tregu venën. Dhe përbes nëse nuk e votoni prap qitni ujna, unë e besoj që prap dhe ja ka zë populli venën. Nuk ka mësë hajgare. Hajgare mund nuk ka. Mësë meri, jo, bon kë, jo, familje e shari. Pse po mere familje e shari? Oj, gazetari e keqe. Gjithë më po foli për ata të këqit, jo ata të mirë, se ka në Kosovë gazetari të mirë, e gazetarë mirë. Po për fatë keqe në kanë bërë shumë të këqia. Pse po shtini thera, jo, familja e shari, tash me thonë këta jo, me thonë, kysh, familja e shari së vëna, pse? Familja e shari, Murat e shari ka të regu vetë, unë nuk kom ambicje për president asë politik. Familja e shari është të tonëve, ati bravo i koftë, sepse familja e shari është të gjithë, me të vërtet. E jo, që paguni për Serbis, me pare të Serbis, më nëne me shti këto fitë. Ja ki vot për Vjosa, ja ki vot për Muratin, ja ki vot për ata. Duhet më jarë turp me përmenë familjen e shari. Ju doni me nëzirë një njeri pej loqe, me qita të, veç për së fitu Vjosa. Qika së këqirëni, qika së gjak prishënini. Që për ndryshen, unë nuk po shoh në farë dalimi tjetër, veç gjak prisht. Të pas presidentën, të konë me Amerikën që shtët, me bashkimin e Evropian që shtët. Ju po dalim i prish me ardhonit, me prune në Qeban, apo Qebanesh, që shtë ka e vështëris, se ka lënë fjallë madha jo. E pa të mush parlamentit Qebanesha. Po s'kini faj jo, me të vërtet s'kini faj. Se një mësu ju më jo dhe Qebana. Ju si opozit, ju jeni mësu më jo dhe Qebanat, kur jeni konë ju në pozit. Edhe keni po darëson, keni po që adoni. Amo kë, artash, rap, e s'poj kom vënëm. Qa është të Vjosa? Se kër e ka Albini mirë, Vjosa i thot po, ju po mendoni që ata po bashkëpunojnë. Po së është e vërtet, se Vjosa ka ngullë komë dhe kur i ka thonë jo Albinit. Kur Vjosa ka menu që së është mirë, ka thonë jo. Bile e marri menët fjallë mirë, ka thonë kur tha që nuk bërë me letra për gjës me Evropën, sepse asaj e doke, se kësë ka lu, pa asaj e doke që ka lu. Kështu që mishtë të dashër, me kësë opozitë që i kemë na, rruna zë për sajna. Sepse nuk menojnë set mirë për Kosovën. Nuk menojnë, sepse me pas menu mirë, më të kështën po, presidenti apo dhenë edhe 4 vjetë po, veç frifët e mara. Që kjo është me punu për Kosovë, që kjo është me konë tonë për një për tonë, saj për këtë vatanit edhe Kosovës. Tani, për që tjera është diska tjetër, shtyrë, shani, bërë që atënë, ajo të së nuk qojnë peshë. Se qatë i shani, qatë i rejni, qatë i hani, si dëni hani bashkë prapë. Se keni problem jo. Ju keni ka 500 tyra. Kështu që nuk është i për të modhe. Po kjo nuk qënë peshë. Kër u puna për vatan, kër u puna për Kosovë, kër u puna një presidente së kërë Vjosa Osmani, është turpi i botës për së me votu. Dësh me orë turp veç me menu, se jo mos me votu, po veç me menu, mos me votu, do një motut.
Jemi të kështu, po nga popull, nga vota. Mirë që dashur, kjo ishte video për sot, Zoti ju rujt, inshallah opozita mbledh men, e voton, nga qesin probleme, se pasha Zoti. Like share, ju përshëndes miq.